Pas përfundimit të votimit dhe nisjes së procesit të numërimit në mesnatën e kaluar, në Parkun Olimpik të Tiranës, ku po numërohen votat e ardhura nga diaspora, ka pasur tensione mes palëve. Partia Demokratike ka kontestuar numërimin e votave të ardhura nga Greqia, duke ndërprerë përkohësisht këtë proces. Kreu i KQZ, Ilirian Celibashi, i cili ndodhej në Parkun Olimpik, doli në një konferencë për mediat për të sqaruar situatën. Ai tha se vendimarrja për çështje të tilla do të merret mbi bazën e ligjit. Nuk mund të kemi vlerësim në blok për të gjitha votat e diasporës. Nuk mund të shpallen të paligjshme 20.000 vota, vetëm se dikush ka një dyshim të pa argumentuar, deklaroi Celibashi, teksa theksoi se deri më tani, PD-ja nuk ka paraqitur prova zyrtare për pretendimet e saj. Celibashi u pyet edhe për vendimin e KQZ-s për rezultatet e votimit elektronik që nuk do t'i publikojë në kohë reale, por në orët e para të mëngjesit të së hënës. Gjithkush bën vlerësimin e vet në lidhje me akte dhe vendimarrje. Dikujt i mungon qetësia dhe aftësia për të vlerësuar siç duhet të gjithë elementët që lidhen me një proces zgjedhor. Asgjë nuk është peshqesh prej KQZ, por prej politikës, tha ai.